21 janar, qytetar të një vendi tjetër. Se shumë po ecin, ata për të cilët shpeshherë ju thosha juve, dhe tani e them edhe duke qarë, si armiq të kryqit të Krishtit, fundi të cilëve është shkatërrim, perëndia i të cilëve është barku, dhe lavdia e të cilëve është në turpin e tyre. Këta janë ata që mendojnë gjëra toksore, se qytetaria jonë është në qiej, prej nga presi me padurim edhe shpëtimtarin, Zotin Jezu Krisht, i cili do t'i ndërrojë trajt trupit të ultësisë son, që të jeti një forme me trupin e lavdisë së tij. Filipianëve 3, 18 deri në 21. Ne nuk jemi prej këtej. Kështu mund të kenë thënë banorët e Filipis, qytetit grek të shekullit të parë. Madje edhe ata që kishin lindur atje, sepse jetonin sipas ligjeve romake, mbanin veshje romake dhe i shkruanin dokumentet e tyre në latinisht. Ata ishin qytetar romak, i gjitha i vend duke i si Roma, por nuk ishte Roma. Qytetarët e Filipis ndodheshin në Greqi, mirë po jetonin si qytetarë të Romës. Pali u tha atyre se të qenët i krishterë është e ngjashme me këtë. Ne po jetojmë jetën e krishterë, ndërkohë që jemi larg kryeqytetit të krishterë, dhe do të ndiheni të lehtësuar të mësoni që nuk është Washington DC apo Londra. Shkallët e vërteta të Kapitolit janë shumë më të larta dhe shumë më madhështore. Qytetaria jonë është në qiej, dhe atëherë kur të jetojmë si të huaj këtu, si njerëz që nuk i përkasin këtij vendi, do të sjellim ndryshim në botën përreth nesh. Si të krishterë, për ditë kemi një mundësi të madhe për të nisur një ditë të re dhe për të qenë ndryshe, për të qenë ata që jemi, qytetarë të qiellit, njerëz që nuk janë prej këtu. Ne duhet t'i dëgjojmë njerëzit të thonë: "Hey, arrita dalloj nga mënyra se si ecën dhe flet që ka diçka ndryshe te ti." Kjo do të thotë që, kur mendon për jetën tënde, duhet t'i bësh vetes disa pyetje. Cili është objekti për kushtimit tim? Gjëja që më gjallëron dhe që e motivon ekzistencën time? A është pamja ime? A është portofoli im? A është pasioni dhe kënaqësia? Për çfarë po jetoj? Biblia na paralajmëron që, nëse jetojmë për të gëzuar një shijim të përkohshëm të mëkatit, Hebrejve 11:25, në fund ai do të na përpi dhe do të na e marrë jetën. Përkundrazi, ne duhet të jetojmë duke pritur lavdinë e ardhshme. Ne do të transformohemi, do të kemi trupa të rinj, të një forme me trupin e lavdisë së tij. Trupat tanë qiellor nuk do të dobësohen nga mëkati, nga dëshira egoiste ose nga shpërbërja. Një ditë do të jemi në shtëpi dhe kjo do të jetë e mrekullueshme. Nëse, kur shohin jetën tuaj dhe dëgjojnë fjalët tuaja, njerëzit të vënë në dyshim faktin që keni një qytetari qiellore, që i shërbeni një perëndije të gjallë dhe që mezi prisni të shkoni në shtëpi ku jeta juaj do të transformohet krejtësisht, atëherë, herët avon, disa prej tyre do t'ju kërkojnë që t'u jepni arsye rreth shpresës që është në ju. 1 Pjetrit 3:15. Prandaj, mos harroni se nga jeni. Ndikimi i Ungjillit në hyrjen e Perëndisë lidhet drejt për drejt me gatishmërinë tuaj për të jetuar si Krishti. Lëreni mrekullinë e qytetarisë suaj qiellore t'ju bëjë të ndjeshëm dhe të dhemshur, ndërsa lëvizni mes atyre që janë armiqt e kryqit. Filipianëve 3:18. Krishti do të kthehet, dhe kur ai të kthehet, do të ketë mbërritur dita kur do të arrini në shtëpi. Nëse kjo ditë nuk është sot, atëherë sotmja është një mundësi për të qenë ndryshe. Si do ta shfrytëzoni këtë mundësi?